i hiqej imuniteti. Kuvendi me ose pa të drejtë, sigurisht qartësisht neve kemi bërë të njohur qëndrimin tonë që pa të drejtë i mohoi institucionit tuaj kërkesën për heqjen e imunitetit të ish-zëvendës kryeministres, duke u fshehur pas gishtit, duke thënë që për këtë akuzë neve nuk procedojmë t'ja heqim, për akuzat tjera më të rënda mund t'ja heqim. Tani unë doja dija që kjo sjellje e kuvendit e ka dëmtuar efektivisht ndjekjen penale në këtë rast apo nuk e ka dëmtuar në rast të parë. Dhe unë di nga deklaratat tuaja publike ose nga aktet tjera të marra nga burimet të hapura, nga mediat kryesisht, që hetimet për këtë çështje kanë vazhduar dhe pozita proceduriale e ish-zëvendës kryeministres është rënduar. Pra bashkëpunëtorët e saj u janë komunikuar akuza më të rënda për grup të strukturuar kriminal, për korrupsion aktiv ose pasiv në raste të caktuara, është vepruar me sekuestrime asetesh të cilat presupozohen që janë asete të ish-zëvendës kryeministres të fshehura në emra të tjerë, pra është rënduar pozita proceduriale penale e ish-zëvendës kryeministres. Dhe pavarësisht kësaj, juve ende sot që flasim nuk jeni drejtuar Kuvendit Shqipërisë me një kërkesë tjetër për heqjen e imunitetit. Tani, si duhet interpretuar kjo nga ana jonë? Do të thotë që sjellja e kuvendit deri tani, pra kur herën e parë ju erdhët dhe tha, jo, tha, ne kemi 82 mandate, ne vlerësojmë kur hiqet imuniteti, nuk e vlerësoni juve. Është kjo sjellje refraktare e kuvendit që ju step juve ti drejtoheni prap kuvendit me një kërkesë tjetër për heqje e imunitetit? Pra është kjo arsyeja apo ka arsye tjera procedurale lidhur me hetimin që duhet të jetë më i plot, prova tjera që duhet merren etj. Për të ditur dhe ne si Kuvendi i Shqipërisë që kemi nevojë ne ta modifikojmë sjelljen tonë. Sa i përket temës së dytë që lidhet me një kërkesë që ne kemi paraqitur në parlament, Komisioni Përkatës, Prokuria ka qenë e qartë për kërkesat, ka qenë e qartë për atë që ka kërkuar, por unë sot nuk mund të vlerësoj apo të rivlerësoj qëndrimin e kuvendit me një kërkesë të caktuar. Nuk mund të them më tej detaje konkrete, është një çështje konkrete. Mbasi moment të mëvonshëm prokuria do në vijim të hetimeve do ketë një vendimarrje përkatëse, por nuk mund të komentoj sot një çështje konkrete. Ajo që është e qartë është që prokuria e ka pasqyruar në të diskutimin me dyert të mbyllura se çfarë ka kërkuar dhe është e qartë dhe reagimi i prokurorisë pas vendimarrjes së kuvendit.